ose kam sjellë në mendjen tuaj çështjen vjedhën e madhe në unazën e madhe. Unaza e madhe. Prej 27 kilometrash ju kushtoj takspaguesve shqiptar në total 450 milion euro. Vjedhje 100% ose 140% të fondeve publike. Më lejoni të paraqes faktet. Në datën 12 i pari 2011, pra me 12 janar të 2011-ës, janë tenderuar nga qeveria asaj kohe segmenti prej 2.85 km i unazës së madhe Tiranë-Mullet. Tiranë-Mullet. Ky tenderim është bërë pra për 2.85 kilometër me 4.01 milion euro kilometri. 4.01 milion euro kilometri. Dhe keni parasysh sa vepra arti që ka. Është një nga segmentet me më shumë vepra arti. Me nënkalime, mbikalime e tjerë. Me datën 3/2, pra 2 muaj më vonë. Me datën 1 muaj më vonë, fani. Jo. Me datën 2/3, fiks 2 muaj më vonë. Me 2 mars të 2011-ës, po të ati viti, është tenderuar segmenti 2, Komuna e Parisit, rruga e re Tiranë-Elbasan, 3.2 kilometra. 3.2 kilometra. Është tenderuar me 4.52 milion euro kilometri. Një vit më vonë, me datën 22/10/2012, është tenderuar segmenti i tretë i unazës së re, Komuna e Parisit, rruga e Kavajës, loti i parë. Është tenderuar 1.5 km, por këtu çmimi është rritur në 8 milion euro. Është krejt dhe për arti. Dhe është tenderuar në qershor të 2013-ës segmenti Unazë e re e Tiranës, segmenti Komune e Parisit, shkolla teknologjike, pjesa e mbetur, plotësim dhe përfundim 640 metër, pra, 640 metër, është tenderuar me 6.59 milion euro. Tani, 2 segmentet që kanë përfunduar gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike
kanë përfunduar dy segmentet të cilat kanë qenë, si që shifti, 5 kilometra, kanë përfunduar me një çmim prej i pari me 4,73 milion euro, i dyti me 4,5 milion euro. Me një rritje të lehtë çmimi, domethënë gjatë rrugës. Dy segmentet të cilat kanë përfunduar në vitin 2017 dhe 2018, që janë marrë në duart e ustallarëve, kanë përfunduar, janë tenderuar me 14,6 milion euro zbashku dhe kanë përfunduar me 26 milion euro. Pra, është rritur çmimi me 80%. Tani vazhdojmë. Të katër këto segmente kanë kushtuar, pra këto këto segmente që bëjnë 8,2 kilometra, u kanë kushtuar qytetarëve shqiptar gjithsejt 5,7 milion euro për kilometër. Në rast se shohim shpenzimin total për unazën, ky shpenzim është 450 milion euro. Por, në qoftë se 8 kilometra u ndërtuan me mënyret më të mëdha, shkolla teknologjike, keni parasysh, edhe me tutje, u ndërtuan me 5,7 milion për kilometër, do të thotë që unaza duhet të kushtonte 157 milion euro. Por, unë do them jo 157, po me rritjen e çmimeve nga viti 2013 të vitin 2023, rritje që sipas manualeve të ndërtimit arrin në 34%, unaza duhet të kushtonte e tëra rreth 200-205 milion euro. Sa kushtoi unaza? Unaza kushtoi 450 milion euro. Në unaz u vodhën lirshëm 250 milion euro. Për të realizuar këtë vjedhje klamoroze, Lubi Balluku në 13 kilometrat e fundit të unazës, dhe keni parasysh një gjë, që unaza nga Tegu dhe ndrejtimin drejt Lizës, drejt Surrel, drejt asaj zone, gjerë tek Kodra e Prisit dhe këtej, e ka patur të hapur, po thuaj, fare. E ka trase, shko shifeni, kontrollojeni. Unaza në zbritje ka patur